Përshëndetje shenja e Akrepit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi mbretëreshën e shpatave, 4 shpatat, faqa e monedhave, 6 shkopinjt. Atëherë, në sferën personale, java ju gjen në një pikë qartësimi të thellë psikologjik. Mbretëresha e shpatave tregon se ju po shikoni jetën me një sy shumë të kthjellët. Mund të keni kaluar kohët e fundit një zhgënjim ose një zgjim të fortë emocional që ju ka bërë më selektiv. Kjo nuk ju ka ftohur zemrën, përkundrazi, ju ka mësuar të dalloni thelbin nga iluzioni. Pra ju jeni në një fazë ku e vërteta ka më shumë vlerë se rehatia e përkohshme. 4 shpatat tregon se pas këtij procesi të fortë psikologjik, shpirti juaj kërkon pushim të vetëdijshëm. Nuk është lodhje fizike, por nevoja për të krijuar hapësirë të brendshme. Kjo kartë sugjeron që përgjigjet që kërkoni nuk vijnë nga veprim i vazhdueshëm, por nga heshtja. Pra në këtë heshtje ju riorganizoni mendimet dhe rikuperoni energjinë. Me faqen e monedhave, duket si një dritare e vogël hapet. Ju filloni të shikoni përpara me kurreshtje praktike. Mund të lindë një interes për të mësuar diçka të re ose për të investuar në një plan afatgjatë. Kjo është energjia e një studenti të jetës, do thoja unë, që ka përulësi për të mësuar dhe entuziazëm për të ndërtuar. Sepse po ta shikoni, ky është një djalosh i vogël, pra është në tarot ne e marrim si student. 6 shkopinjt është kulmi i këtij kapitulli. Dhe duket se njohja vjen domethënë për shkak të progresit tuaj. Ju mund të merrni vlerësim nga të tjerët, mund të merrni mirënjohje, por më e rëndësishmja është ndjenja e brendshme e fitores, sepse është karta e fitores, është karta e triumfit. Ju e kuptoni se rruga që keni zgjedhur po ju jep fryte. Kalojmë tek familja. Në sferën familjare, kartat janë perandoresha, 5 monedhat, asi kupave dhe 9 kupat. Duket se historia fillon me perandoreshën, që është simbol i ngrohtësisë dhe ushqimit emocional. Familja juaj ka një burim të fortë dashurie, një energji që mban gjithçka të lidhur. Megjithatë, 5 monedhat tregon një periudhë ku dikush mund të ndihet i pasigurt ose i përjashtuar. Kjo ndjenjë nuk është me patjetër materiale, shpesh është edhe emocionale, pra frika se nuk po kuptohet plotësisht. Ose mund të jetë dikush në familjen tuaj që ka probleme ekonomike. Edhe kjo mund të ketë, domethënë, një kuptim. Asi kupave sjell hapje zemre, është si një burim i ri ndjenjash që rrjedh në marrëdhëniet familjare. Mund të ketë një falje ose një bisedë të sinqertë, ose mund të jetë një gest të dashurie që ndryshon atmosferën. 9 kupat e përmbyll këtë proces me një ndjenjë përmbushjeje, gëzim që vjen kur zemrat afrohen. Pra ju kaloni nga një ndjenjë mungese në një rilindje emocionale. Familja bëhet një hapësirë ku plagët e vogla shërohen përmes dashurisë së vetëdijshme. Unë do thoya që të mos e lini askënd të ndihet vetëm, qoftë edhe një telefonat, ose një përqafim, ose një fjalë e mirë, mund të ndryshojë shumë. Pra, ushqeni marrëdhëniet me butësi dhe prani. Por intuita më thot, domethënë për kartën e 5 monedhave, më thot që është dikush në familjen tuaj që ka probleme vërtet ekonomike dhe kam përshtypjen që kjo gjë do të zgjidhet, sepse kjo energji përcillet nga kartat. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 8 shkopinjt, 3 monedhat, 7 monedhat dhe drejtësia. Në dashuri duket se ka një ritëm të shpejtë, sepse 8 shkopinjt tregon komunikim intensiv dhe zhvillime të papritura. Mund të ndiheni sikur gjërat po lëvizin shpejt ose më shpejt se zakonisht. 3 monedhat sugjeron se marrëdhënia kërkon punë ekipore. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë,
është ndërtimi i përditshëm. 7 monedat ju fton të ndaleni dhe të vlerësoni investimin tuaj. Çfarë keni mbjellë dhe çfarë po prisni të korrni. Drejtësia kërkon ndershmëri dhe ekuilibër. Ajo ju kujton se marrëdhëniet e shëndetshme bazohen në marrëdhënie reciproke. Pra ju hyni në një fazë ku komunikimi dhe bashkëpunimi përcaktojnë drejtimin e marrëdhënies, vendimet merren me mendje të kthjellët dhe me zemër të hapur. Si këshill nga kartat, unë do të përcjellja që të flisni hapur për përditshmërinë, për pritshmëritë që keni dhe të dëgjoni me respekt personin tjetër, sepse balanca mes dhënies dhe marrjes është gjithmonë çelësi i harmonisë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi vdekja as i monedhave, kalorësi i shpatave dhe kalorësi i kupave. Në punë, kapitulli juaj është ai i rilindjes profesionale, sepse vdekja tregon fundin e një cikli, një mënyrë e vjetër pune, ose një situatë që ka përmbushur misionin e saj po mbyllet. Ky fund është i nevojshëm për të krijuar hapësirë. Asi i monedhave sjell një fillim të prekshëm, një mundësi konkrete shfaqet që është si një farë që premton rritje. Dhe është e qëndrueshme. Kalorësi i shpatave ju shtyn të veproni me vendosmëri dhe shpejtësi, ndërsa kalorësi i kupave shton vizion dhe pasion. Unë do të thoya që ju po kaloni nga mbyllja në fillim, me energji të dyfisht, pra logjik dhe frymëzim. Kjo është një javë ku guximi juaj shpërblehet. Si këshill nga kartat, do të nxirja që të përqafoni ndryshimin pa frikë. Veproni shpejt, por me qëllim, pra lëreni pasionin të udhëheq strategjinë tuaj. Dhe kalojmë në Prism Oracle, ku kemi determination, vendosmëri. Vendosmëria është boshti i gjithë historisë suaj. Ajo ju kujton se transformimi kërkon këmbgulje të qetë. Ju nuk keni nevojë për forcë të zhurmshme. Mjafton që të keni qëndrueshmëri të përditshme. Pra çdo hap që bëni me qëllim ju afron me versionin e jetës që ju vetë dëshironi dhe manifestoni. Paçim.